Mirë se erdhët në Reze Dielli. Në këtë hapësirë do të flasim me Altin Jokon për njollat e errta në lëkurë. Në fytyrë kryesisht, njollat kafe, të cilat janë një shqetësim i vazhdueshëm. Fillojnë sidomos në pranverë, por ne gjithmonë i trajtojmë ato me trajtime estetike, me kremra, serume nga më të ndryshme, nga më të shtrenjtat, por pak flasim për ndikimin që ka pikërisht ky shqetësim i lëkurës së brendshmi. Pak i trajtojmë njollat së brendshmi. A kanë ato lidhje me ndonjë shqetësim së brendshmi në organizmin ton? Le të mësojmë diçka më tepër përmes kësaj bisede. Përshëndetemi me Altinin fillimisht. Mirëmëngjes Altin. Muaj të mbar. Mirëmëngjes. Faleminderit. Edhe juve ju përshëndes dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën tuaj. Altin, ne duam të trajtojmë sot tematikën e njollave, të cilat do t'i lidhim me situatën, me gjendjen shëndetësore së brendshmit të gratë edhe të vajzat. Sepse gjithmonë i trajtojmë njollat si një problem jashtëm i lëkurës, si një problem lëkure, nga dielli, mund t'i dhe një problem shtatzanie hormonale, me radhë, por kur vjen punat e trajtimi, nuk kemi folur ndonjëherë se është reflektim i brendshëm ajo njolla që del, ai hiperpigmentimi që ndodh në fytyrën tonë, në lëkurën tonë, qoftë edhe tek duart. Pra, a është e vërtet fillimisht që këto njolla nuk janë thjesht vetëm problemi i lëkurës, por edhe i gjendjes tonë së brendshme? Atëherë ta fillojmë në këtë lloj forme. Një grua qëndron para pasqyrës në një moment caktuar dhe shikon një njollë në faqe. E prek, e analizon në mendjen e vet dhe me anë të make-upit e fsheh. Dhe mendon që problemi është pikërisht këtu. Duke fshehur, mund të rregullohet dhe automatikisht ajo do shkojë tek problemi kozmetik. Por faktikisht problemi është shumë më i thellë se kaq. Sepse mund të themi që lëkura është si një ekran. Edhe ju jeni para një televizori, por filmi nuk luhet në televizor dhe në ekran. Filmi xhirohet në natyrë, në studio, pra kjo lidhet me aspektin e gjakut, me zorët, me hormonet, me menstruacionet, me emocionet. Dhe ne pse në mjekësi quhet hiperpigmentimi që vjen nga problemi i melaninës apo nga problemi apo nga prodhimi i qelizave të melanociteve, të cilat e prodhojnë këtë melanin, në aspektin holistik, kjo është një disbalans e 5 faktorëve bazë kryesor. Pastaj vijnë të tjerave. Dhe është një mesazh të cilin ne nuk po e lexojmë mirë, nuk po e përkthejmë mirë dhe ky është një problem që nuk është tek lëkura, sepse gjithë trupi jon nuk është ndërtuar në formën e një hallke në format e hallkave të një zinxhiri. Në formën e asaj që po më pyesni, pra te pyetja, një nga gabimet më të mëdha që ne bëjmë është që fajsojmë më shumë diellin. Dhe shpesh ne diellin i vëmë fajin kryesor duke thënë kemi ndetur shumë në diell, e prandaj problemi është kjo, por drita e diellit, pra dielli, zbulon problemin në një mur i cili është i plasaritur. Kur është natë dhe ka rënë muzgu, ai nuk duket. Kur bie dritë e diellit, ai shikohet. Apo si një gotë e cila mund të jetë e pisët, dhe kur bie dritë e diellit, atëherë reflektohet njollat e gisht apo pisllut së gote. Problemi nuk është dielli, është gota. Pra, edhe një shtëpi që ka lagështirë brenda mureve, duket perfekte. Në momentin që bie dielli, do duken njollat e lagështirës. Nëse trupi do jetë i balancuar, në qoftë se hormonet, sheqeri, antioksidantët, ato që ne ushqemi, stresi, atëherë lëkura ka për ta përballuar diellin. Në rast të kundërt, dielli do bëhet një projektor i madh që do nxjerrë në pa problematikat dhe dobësitë që ne kemi në trupin tonë. E kuptova. Pra, si mund ta dallojmë ne tani që problemi i njollës është dhe së brendshmi, pra i disbalancës që ju po thoni. Sepse dielli patjetër që shkakton dhe njolla, nëse ne nuk përdorim SPF apo nëse qëndrojmë në orarin e gabuar. Nëse qëndrojmë shumë, por në raste shumë të vogla jep njolla. Pra në raste kjo është një demagogji estetikës, një demagogji e shitjes së kremrave dhe një marketing. Në qoftë se një dielli do jepte njolla, dielli aty ka qenë me miliona vite. Gjithta breza që kanë kaluar më parë se ne, po sikosh gjyshet tona kanë pas lëkurën dhe fytyrën aq të pastër, nuk kanë pas njolla, vërtet. Por ne përdorim kontraceptiv.
Ne përdorim kontraceptiv shumë, ne përdorim shumë kremra në çdo kohë, ne përdorim ushqime të rafinuara, ne kemi nivel të lartë të stresit, ne flëm jashtëzakonisht vonë, ne nuk dalim në ajër, ne nuk marrim diell. Dielli ka vitamin D dhe vitamina D është nga faktorët kryesor të sistemit imunitar, është nga faktorët kryesor të prodhimit të melanociteve, të cilët të prodhojnë pigmentimin e melatoninës. Tani çfarë ndodh? Në momentin që dielli që futet, pra vitamina D që futet në trupin tonë, nëse gjen hapësirat boshllëqesh, atëherë këto do lindin si njolla, sepse ne nuk kemi një ekuilibër në trup, nuk është faji i diellit. Unë po ju shpjegoj që nuk është faji i diellit, ju vazhdo po thoni kështu. Nëse doni një shpjegim tjetër, po doni unë ju bëj një rezultat shumë të detajuar shkencor, ashtu nuk e kisha realizuar këtë temë, Altin, sepse unë e di që organizmi së brendshmi ka disbalanca të ndryshme, të cilat reflektohen edhe në lëkurë, dhe një nga këto probleme kam dhe vetë, dhe di shumë mirë për çfarë bëhet fjalë. Po ja le të flasim tani për çfarë hormone, çfarë roli, cilat janë hormonet që luajnë rol në hiperpigmentimin e lëkurës tonë. Atëre, hormonet është gjithë regjia asaj që ne bëjmë atë filmin që thashëm parë, sepse lëkura nuk punon vetë. Lëkura merr urdhra nga dikush. Tani le të shikojmë këto melanocitet, pra qelizat që prodhojnë nivelin e melatoninës, si forma një piktori që do pikturojë një telajë. Piktori nuk vendos vetë gjithmonë se çfarë duhet pikturojë. Ai ndjek dorën që e drejton. Nëse kjo dorë do të dridhet, atëre piktura ka për dalë me probleme dhe ai nuk është mirë. Nëse dora do jetë e qetë, piktura e tij ka për dalë e balancuar dhe atë që ai mendon. Pra kjo është një formë metaforike. Në këtë rast, dora janë hormonet. Për shembull, do zë disa fakte. Njollat në faqe dhe në ballë. E di çfarë do të tregojnë? Që estrogeni është shumë i lartë. Njollat simetrike në të dy anët e faqes njësoj. Përkeqësojnë zakon kur përkeqësojnë në verë. Kur dalim në diell, pranë verë po themi, kur shfaqen pas stazanis, ku kemi përdor kontraceptiv, ku kemi një nivel të lartë të stresit hormonal dhe probleme me menstruacionet që ne na vijnë, atëre estrogeni ka stimuluar melaninën dhe lëkura ka për të reaguar me anë të hiperpigmentimit. Pra duhet shmangur, e para njerë janë problemet e plastikës, problemet e këtyre ftalateve, reduktimi i sheqerit, shtimi i rukolës, brokolit, lakrave në këtë rast, pra ku kemi të problemi, shtimi ushqimeve me zink dhe vitaminën B6. E para, njollat në qafë dhe në stjetur, qafë të errta, ku kemi të errët, zakonisht tregojnë nivele të larta ose në qafë viza që na tregojnë. Tregojnë nivel të lartë të insulinës. Pra rezistencë dhe insulinës, jo insulinë të lartë, rezistencë dhe insulinës. Pra ngjyra kafe të errët, apo kemi lëkurë pak të trash. Apo ku kemi pak uri për ëmbëlsira që kemi dëshirë të ham pak ëmbëlsira. Ne kuptojmë që kemi rezistencë ndaj insulinës. Dhe këtu në këtë rast duhet të rrisim agjërimin, duhet të heqim sheqerin, mielin e bardhë, shtojmë aktivitetin, provoj më shumë vezë, avokado, arare etj. Njollat të tjera që përkeqësohen nëpërmjet stresit. Kush janë? Njollat që erësohen në bazë të kalimit të kohës. Kjo tregon që kemi nivel të lartë të stresit, apo një burim të inflamacionit në trup. Zakonisht kjo vjen ku kemi pagjumësi, ku kemi ankth, ku kemi lodhje kronike. Kortizoli që rregullon gjithë sistemin hormonal dhe endokrin dhe sjell inflamacion, inflamacioni do sjellë pigmentim. Dhe gjumi, sidomos njerëzit që flën pak gjumë, kemi njolla të cilat janë njolla të përhapura në mënyrë të barabartë dhe kemi dhe lëkurë të zbet. Kjo tregon kur kemi dhe lëkurë të zbet, kemi dhe probleme me thonjt apo dhe me flokët, kemi mungesa ushqyese. Apo kemi lëkurë pa shkëlqim, kemi zink mangut, hekur mangut, vitamin C, A, E, të tjera. Pra, kemi njolla të cilat i kemi të përhapura në pjesë të tjera edhe të trupit. Atëherë tregojmë që kemi problem të zorëve inflamatore. Pra kemi probleme në zorë dhe ku kemi e shoqërojmë të që kemi dhe fryrje, gazra dhe ndjesi të rënd pas ushqimit, duhet të themi që kjo vjen nga zorat. Si ndikojnë tani problemi hormoneve? Receptorët hormonal kanë disa enzima që aktivizohen nga hormonet dhe kanë një lidhje direkte me sistemin nervor dhe metabolik. Pra ato në fundit dëgjojnë. Dhe kur dëgjojnë, fillojnë bëhet një ndryshim hormonal. Ndryshimi hormonal fillon tek shpërndarja e tyre, fillon një reagim ndaj diellit dhe kjo do të bëhet një prodhim jo i mirë i melaninës. Estrogeni është një hormon shumë i fuqishëm në lëkurë dhe rrit nivelin e melanociteve. E di pse? Se britet një enzim që quhet tirozinaz. Është enzima kryesore e pigmentimit. Kjo destabilizohet e nderuar. E bën lëkurën më të ndjeshme ndaj rrezave ultraviolet dhe kemi këtë lloj problemi. Prodhohet pigmentim, e bën lëkurën reaktive ndaj dritës, sa reflektohet dielli, ti has të problem. Mua që më dal gjithkohës në diell, nuk më ndodh ky problem. Pra, po mirë, në përgjithësi meshkujve nuk ju ndodh. Njollat i shohim më shumë te gratë.
Po, do ta shpjegojmë të që shofë se do më pyesësh. Tani problem tjetër është insulina. Kur e kemi të lartë për shumë kohë, jo për një herë, në mënyrë permanente, rritjen ose më saktë stimulohen receptorët e rritjes IGF-1, që bën rritjen e ndarjes së qelizave të lëkurës. Dhe me këtë do bëhet dhe rritja e aktivitetit të melanociteve. Do ndryshoj trashësia e lëkurës dhe nuk ndryshon vetëm ngjyra, ndryshon struktura e lëkurës ku kemi nivele të larta të glicemisë. Lëkura bëhet me trash, shfaqet ose bëhet e errët në zona saktuara dhe kjo është pikërisht pasqyrë e metabolizmit ton. Kortizoli është një hormon tjetër, i cili është një alarm që nuk flet kurrë, por është dhe një alarm që nuk fiket kurrë në këtë kohë që ne jemi, sepse ai është hormoni mbijetesës dhe ai duhet të ekzistojë. Po s'ka kortizol, ne jemi të vdekur. Por ama te pritsa e saj bën që rritja të bëhet rritje e inflamacionit, të ulet rigjenerimi i qelizave. Në momentin që ne kemi aktivitet të lartë të kortizolit, nga gjendra mbiveshkore që jepet alarmi, ulja e rigjenerimit të qelizave është e madhe, prishet ekuilibri i insulinës, ndikon edhe te estrogeni, pra nuk vepron vetëm. Dhe efekti në lëkurë është shërimi ngadalë te lëkura shumë të ndjeshme, lëkura shumë të prekshme, jepet alarm dhe bëhet ajo njolla që ne kemi. Tani çfarë ndodh? Imagjinoni që të kemi të treja këto, edhe presion, edhe kortizol, edhe hormone, edhe problemin e glicemisë. Imagjino të kemi këto tre dhe të tjera. Çfarë ndodh? Imagjino, pastaj sheqeri e tjera, rezistenta e insulinës është shumë më tepër, sepse është kur sheqeri është i tepërt, bëhet si punë e një benzine që derdhet pa kontroll mbi një motor. Motori nuk punon mirë se ne kemi hedhur, fillon bile të mbingarkohet. Çfarë ndodh? Sheqeri i bardh, mielli, nise shteja, ëmbëlsirat, ushqimet e përpunuara rrisin nivelin e glukozës gjak. Trupi reagon për të prodhuar nivelet e insulinës për ta ulur. Por kur kjo ndodh çdo ditë, trupi lodhet, qelizat fillojnë të mos reagojnë më mirë, krijohet rezistenca ndaj insulinës. Dhe këtu fillon problemi dyfisht. Bëhet stimulimi melanociteve, sepse është hormoni i rritjes dhe stimulimit qelizor që ndodh pikërisht nga sheqeri dhe pigmentimi shtohet në mënyrë jo të rregullt. Aktivizohen faktorët që thashun IGF-1. Pra ky është problemi që ne Pra gratë që po na ndjekin dhe që këto njollat janë kokëforta, pa çfarë lloj trajtimi ato nuk largohen, së pari të bëjnë një çek të këtyre hormoneve, po themi, apo jo? Hormones dhe edhe glicemisë, rezistencën ndaj insulinës kryesisht, hormoneve për të shikuar. Estrogenit, kortizolit, kur themi estrogenit, gjithë estradol, progesteron, është e mira që të kemi të shëmbë dhe disbalancat për arsye të tjera, se ato veprojnë bashkë. Problemin e kortizolit, sheqerit, për të parë, hormonet kryesisht për të shikuar, është një nga elementet kryesor. Po dhe vitaminës D, sepse edhe mungesa e vitaminës D shkakton një gjë. Te prisa po, mungesa jo. Ti më the që parë pse shfaqet e burat. Pse shfaqen vetëm pse kemi ne këtë te gratë. Po, tani ja ta shikojmë. Sepse trupi gruas në jetën e saj nuk është linear, është ciklik. Trupi i burrit është ciklik në biologji. Dhe kjo është një diferencë kryesore midis burrit dhe gruas, të cilët nuk janë barabartë. Kur dëgjoj në studio që burri duhet të jetë i barabartë me gruan, është një absurditet që këta njerëz nuk kanë edhe nivele të lartë të inteligjencës, me sa kuptoj unë. Nuk mund të jenë të barabartë dot. Se kanë të tjera forma të ndryshimit anatomik, barazinë e kërkojmë në vende të tjera, pra në të drejtat që kemi për të rritur fëmijët edhe punët e shtëpisë edhe mbështetja për njëri tjetrin. Këtu nuk po kërkojmë barazinë. Le të lindin dhe burrat edhe jemi në rregull atëherë. Ta ndajmë pjesën e ndarjes. Janë ndarë asaj gjëra, nuk i kemi ndarë ne. Ka ndarë Zoti. Tani trupi gruas është si një trupi burrit është si një xhez, si një bateri që bie. Pum është tim. Është i fortë, rezistent. Ndonjëherë bën zhurmë. Nësa trupi gruas është si një violin, e cila reagon ndaj çdo prekje, ndaj çdo tingulli, ndaj telit. Dhe ky ndryshim, sado i vogël të jetë, i një tensioni të teli, një gabim të kjo, do ndryshoj të gjithë tingullin e kësaj violinës. Çfarë do të thotë kjo? Ndryshimi i gruas fillon me aspektin hormonal që në moshën 12-13 vjeç me ardhjen e problemit të ciklit menstrual. Këtu kemi një ndryshim të parë. Kemi një ndryshim në momentin minimalisht, po themi, këto janë, në momentin që ngelet shtazan, pas shtazanisë dhe në kohën e perimenopauzës. Në aspekti arjes së ciklit, gruaja ka probleme të ndryshimit emocional, ka një ndryshim metabolik, ka një ndryshim hormonal, dhe trupi nuk e kalon pa ndjerë. Dhe vendet u reflektohet në fund fare është lëkura. Gratë jetojnë me këto cikle që ne thami, pra me një val të lartë të hormoneve. Kanë një estrogen të destabilizuar dhe progesteron që ndryshon, kanë dhe ndjeshmëri ndaj indeve që ndryshojnë. Dhe melanocitet reagojnë ndaj këtyre ndryshimeve.
Në qoftë se do rriten, pra, melanocitet mos harrojmë gjë, janë të ndërtuar nga receptor të estrogenit edhe të progesteronit. Janë të lidhura direkt me sistemin hormonal. Kur rritet estrogeni apo ulet progesteroni, shfaqet melazma dhe apo është që shumë e shpesh të këto gratë, sidomos të gratë që janë shtatzana, apo ato që marrin kontraceptiv, apo ku kalon dhe moshën, sepse me kalimin e moshës kemi probleme të tjera kur te këto gratë kemi njolla në duar, kryesisht mosha e madhe, mbi 50, 60, 70 vjeç, për arsye edhe të lëndëve ushqyese. Një faktor tjetër është shtazania. Estrogeni rritet shumë. Rritet dhe hormoni i melanociteve në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe çfarë do bëhet? Mund të themi që fytyra është një lloj maske, ose njollat në fytyrë krijojnë një maskë për të grua, që është shtazan. Dhe kjo është prova më e fortë që pigmentimi është hormonal sesa është estetik. Faktori metabolik tjetër të gratë është PCOS-ja. Në qoftë se kanë PCOS, vezora politike, ose që kanë destabilitet të këtyre hormonëve, zakonisht ndodh kjo, pra estrogenit, estradiolit, prolaktinës e tjerë. Në momentin që kemi këtë destabilitet, kemi për PCOS, kjo do rrisi më shumë edhe inflamacionin dhe insulino, dhe aspektin hormonal. Edhe faktori pastaj që është stresi, që ato e përballojnë më shumë, janë shumë më emocionale se sa meshkujt, dhe janë faktorë të tjerë të jashtëm, përdorin më shumë kozmetik se meshkujt. Ekspozojnë shumë ndaj qerpikëve, ndaj lyrjes të përditshme, ndaj kimikateve, ndaj parabenëve, nuk ka unë përdor natyrale, thotë, po si mund të jetë natyrale diçka? Nuk është natyrale. Natyrale ju themon se kush është. Në qoftë se doni diçka natyrale, po nuk është e bukur për fytyrën, sepse do nuk është punë kosto, po nuk realizohet. Nga aspekti tjetër, to do ndikojnë në ndjeshmërinë e lëkurës. Në anë tjetër, gratë merren me larjen e enëve më shumë, me anaerobëve, lavatrices, të gjitha këto kanë për të ndikuar dhe kanë për ta çekuilibruar të gjitha aspektin hormonal, disbalansat në trup, aspektin metabolik dhe të gjitha aspektet e tjera që kanë për të ndikuar. Sepse të gjitha këto ngarkojnë mëlçin, apo jo? Dhe një mëlçi e ngarkuar patjetër që do të reflektohet edhe në fytyrën tonë, tek njollat konkretisht, te hiperpigmentimi. Se si shërohen, a largohen këto që kanë dalë dhe si të parandalojmë ato të tjera, le ti tregojmë dhe mungesa e lëndëve ushqyese, si një prej, po? Mëlçia, mani mend, lëkura është pasqyra e mëlçisë. Këtë ka thënë Hipokrati, nuk e themi ne. Kjo nuk është metaforë, kjo është një funksion biologjik që ekziston. Mëlçia është një fabrikë e pastrimit dhe balancimit dhe përpunon hormonet, se këtë ka detyrë, sidomos estrogenin. Qofse ne kemi destabilitet estrogeni, gratë do të shikojnë mëlçin, nuk do të shikojnë pilulat. Në qofse nuk neutralizojnë toksinat, do të shikohet mëlçia, sepse në qofse mëlçia nuk i neutralizojnë, këto do sillen dhe në lëkurë. Ndihmon në metabolizmin e yndynave dhe të sheqerit dhe të lipideve, pra të gjithë atyre kolesterolit, triglicerideve, filtron gjakun, pra është qendra e kontrollit të trupit, që shumë procese janë të lidhura direkt me lëkurën, ekzemat, psoriazis, pigmentimi dhe gjitha elementet e tjera, alkooli, stresi, medikamente që ne mund ta lodhim mëlçin, do të bëjmë pikërisht të gjë. Pra nuk kemi për ta metabolizuar as ngarkesën toksike, as estrogenike, edhe të gjithë çfarë do bëj përsipër. Lëkura do marrë përsipër të bëj punën e vet, por nuk ka për ta rregulluar, nuk e pastron dot. Dhe çfarë do bëj? Do ta lëm me mangësi. Duke lënë me mangësi do shfaqen akne, irritim, puçra, njolla, prandaj shfaqen më shumë te femrat në këto momente, me këto destabilitete që ne kemi. Po. Altin, po bëjmë një shkëputje, një pauzë dhe do të rikthehemi për të treguar të tjera argumente rreth se si mund të pastrojmë, se si mund ta gjejmë zgjidhjen, a mund t'i largojmë këto njolla hiperpigmentimin vetëm përmes ushqimit. Rikthehemi shpejt. Rikthehemi përsëri në bisedën tonë me Altin Jokën, po flasim për hiperpigmentimin, për njollat kafe në lëkurë, duke i trajtuar ato së brendshmi dhe duke folur për disbalanca hormonale, për mungesa, të cilat ndikojnë padyshim në cilësinë dhe në shëndetin e lëkurës tonë. Ritakojmë përsëri me Altinin. Altin, sa ndikojnë mungesa e lëndëve ushqyese? Se ne e prekëm pak disbalancën hormonale, e prekëm kortizolin, e prekëm pagjumësim, mëlçin, ngarkesat e tjera. Po lëndët ushqyese, cili është ai mineral që mungon në trupin tonë që reflektohet pikërisht në hiperpigmentim? Baza janë vitamina D, vitamina B12, zinku si mineral. Këto treja, ka dhe të tjera. Se është B6, B3, kompleksi B, por në përgjithësi B12. Pse? Sepse ne shikojmë lëkurën si thjesht një mbështjellëse të trupit. Por ai është një organ i gjallë që ushqehet çdo sekond nga gjaku jon. Pra, lëkura ushqehet nga gjaku. Dhe çdo gjë që mungon në gjak ka për të reflektuar edhe në lëkurë. Mendoje si një shtëpi lëkurën. Kur qelizat janë tullat tona. Kolagjeni është struktura që do mbaj shtëpinë.
Uji është elasticiteti i kësaj shtëpie në themele. Dhe vitaminat dhe mineralet janë materialet kryesore të ndërtimit, që është tulla, llaçi. Dhe ne na duhet një murator për ta rregulluar gjithë këtë. Por në rast se mungojnë një nga këto materiale, shtëpia nuk do bjerë me njëherë, do dobësohet gradualisht ose nuk do ndërtohet kurrë. Prandaj ne duhet ta shikojmë së brendshmi, sepse problemet lëkurë nuk shfaqen me njëherë, nuk shfaqen vetëm në njëherë që ke reflektuar në diellti, po shfaqen pas shumë kohe. Zinku e kam thënë në emisionin tuaj, është inxhinieri i riparimit dhe kontrollit të sistemit tonë imunitar. Ndoshta minerali më i rëndësishëm që ne mund të kemi. Dhe më i neglizhuar, unë kam bërë një emision të plot, sepse ai kryer më shumë se 300 reaksione enzimatike në trup. Dhe në lëkurë ai ka 3 role kyç. Zinku merr pjesë te kontrolli i melanociteve. Sepse zinku ndihmon që qelizmat e pigmentimit të mos reagojnë më tepër se ç'duhet. Në qoftë se kemi mungesë zinku, ato do reagojnë. Dhe në moment që kemi mungesë zinku, prodhimi melaninës do jetë pa kontroll. Pra, pa zink, melanocitet çoroditen. E dyta, zinku riparon lëkurën, ndihmon shërimin e plagëve dhe bën rigjenerimin qelizor, riforcon sistemin ton imunitar, ndihmon në prodhimin e kolagjenit që është shumë thelbësor për lëkurën tonë. Në ana tjetër, shumë i rëndësishëm për flokët, është shumë i rëndësishëm për stomakun. Në qoftë se ne kemi probleme stomak, kemi probleme edhe nga zinku. Është urës i inflamacioni, se zinku është frenues i inflamacionit të përgjithshëm. Shkaqja e mungesës së zinku si mund ta kuptojmë? Kur njolla del dhe nuk po na zhduket, kur lëkura është e thatë, ku kemi akne, ku kemi plagë që shërohen shumë gradualisht dhe avash, ku kemi rënje të flokëve, ku kemi thonjë të brisht, nuk është vetëm mungesa e ujit, është dhe kjo e zinkut, ku kemi infeksione të shpeshta dhe kemi lëkurë pa shkëlqim. Dalim tek vitamina D. Vitamina D është balanca e inteligjencës së trupit tonë dhe është baza kryesore e lëkurës. Bashkë me vitaminën E, janë shumë thelbësore, është menaxhuesi i sistemit ton imunitar. Nuk mund të menaxhohet një lokal, një biznes, televizioni juaj pa një menaxher. Vitamina D është menaxheri i sistemit ton imunitar, sepse rregullon reagimet inflamatore. Dhe ndikon te diferencimi i qelizave të këqija dhe të mira, ajo bën diferencimin, ka një inteligjencë të jashtëzakonshme dhe mban ekuilibër në sistemin ton mbrojtës. Këto ndikojnë direkt tek lëkura, sepse lëkura që reagon më tepër ndaj diellit do ketë më tepër inflamacion, do ketë më tepër pigmentim në qoftë se ka humbur qetësimin dhe balancimin dhe menaxhimin. Pra kjo është thelbi. Dhe çfarë bëhet në aspekti paradoksal? Shpesh ne shmangim diellin. Jo, dielli i bën mirë lëkurës. Duhet koha, momenti dhe sa duhet të qëndrojmë në diell, se do të marrim nivelin e vitaminës D, jo pilulat. Pilulat s'kan përshpëryer fare për asgjë ana kimike. Ana tjetër, vitamina B12 është energjia kryesore e oksigjenimit të lëkurës. Pa vitaminë B12 lëkura jonë nuk oksigjenohet. Është energjia që ndez gjithë sistemin tonë në lëkurë, sepse ndihmon në prodhimin e qelizave të reja të gjakut dhe të lëkurës, mbështet mikrobiomën e lëkurës që bëjnë përthithjen e vitaminës D dhe ruan lëkurën, se ne kemi një mikrobiom shumë të zhvilluar në lëkurë, jo vetëm zor, dhe ndikon te metabolizmi qelizor. Mungesa e kësaj vitaminës do silli njolla të errta, sidomos në fytyrë dhe në duar. Gratë që kanë shumë pika të zeza, kanë mungesë të vitaminës B12, kryesisht vitaminës E dhe disa mineraleve bazë, po vitaminës 12, më fal. Shenja që japin këto kemi ku kemi lodhje kronike, rënje flokës, mungesë energjie, anemi etj. Lidhe me këtë dhe personat që kanë anemi nuk mundet do të rregullojnë pigmentimin e lëkurës, po kanë anemi. Pra po thoje që edhe hekuri ndikoka tek njollat në lëkurë. Patjetër se është vitamina B12 që ka për të ndikuar anemia nga vitamina B12, se anemia vjen nga disa faktorë. Një nga arsyet është vitamina B12. Po. Tani në qoftë se ti ke anemi, nuk mundesh të rregullosh shkoku duash për trajtime, nuk mundet do t'i heqësh dot njollat. Po. Është pothuajse pamundur. Këtë e kanë bërë aktorë të mëdhenj të Hollywoodit me harxime të jashtëzakonshme para shtjetës tyre. Pra industria po trajton vetëm pasojat, nuk po merret me thelbin me shkakun. Pra këto kanë thënë, tani le të shpjegojmë zinku. Zinku është si ekipi një mirëmbajtje son. Dhe njollat që nuk zbehen lehtë në lëkurën tonë, shkon zinku i rregullon. Lëkurën e thatë e rregullon zinku, lëkurën e irrituar e rregullon zinku, në mbështetje me mineralet e tjera sa ato punojnë zinxhir, po zinku është nga kryesorët. Dhe këtë kontrollin pikërisht të pigmentimit dhe të shëroj lëkurën, sepse ajo është një dëmtim ku ke filluar pigmentimin ti, dhe zinku ka filluar ta rregullojë rigjenerimi
do duket këtu, hap një plagë në trupin tënd, në qoftë se ka për të mbyllur më shpejt se ç'mbyllej më parë, ti ke marrë nivele të larta zinku. Këtu provoj më parë nga doktorët naturopat. Nuk kishte analizë. Hapin plagën të gishti dhe shikonin sa shpejt mbyllet plaga. Ata kishin një eksperiencë dhe thonin për kaq ditë duhet mbyllur. Nëse nuk mbyllet kishte mungesë zinku dhe konsumoi ushqime me zink, se s'ka pas pilule atëre për të rregulluar flokun. Cilat janë ushqimet me zink, Altin, për t'ja shpjeguar publikut? Të gjithë to farat arore të çfarë kemi ne kanë nivele. Gjithku ka pjesë aspektit bimor, është lëzinku si mineral. Dhe nuk duhet mungoj sepse duhet marrim edhe elemente të tjera, shtesa. Po, sigurisht, nëse e marrim si suplement? Apo varet nga cilësia dhe nuk mund t'ja japi rezultat? Për një kohë të caktuar, për një moment të caktuar, për një problem të caktuar, në mangësi të madhe të zinkut, atëherë edhe mund ta marrim për një suport. Po jo gjithmonë, sepse gjithmonë pastaj do kthehet në kundër produktive një suplement. Një suplement mund të pihet për një kohë të shkurtër, ose vetëm për një problem të caktuar që nuk e rregullojmë dot me. Ka mungesa të theksuara. Jo. E kuptova. Tani unë kam një pyetje shumë thelbësore dhe shumë të domosdoshme që edhe ata që po na ndjekin e duan, patjetër këtë pyetje. A shërojnë njollat vetëm me këto ushqime? Pra nëse ne bëjmë çekun e balancës hormonale, kortizolit, nëse shohim mëlçin, nëse shohim mungesën e këtyre lëndëve dhe i rikuperojmë ato, a do na zhduken dhe njollat apo ato që kanë dalë aty edhe thjesht parandalojmë të tjerat? Temperatura e lartë e trupit ulet menjëherë me anë të një paracetamoli, brenda disa orëve ose një ore. Ndërsa nëse ta ulësh në mënyrë natyrale, do duan një farë kohë më të gjatë. Por rikthimi i kësaj temperaturës dhe inflamacionit do jetë më i vogël herë tjetër. Tek fëmijët që nuk është përdorur për shembull ilaçe ose antibiotik, është më i lehtë. E njëjta gjë ndodh me lëkurën, në çdo pjesë të organeve tona. Po, mund të kurohet, mund të themi, por jo me një ndërhyrje të shpeshtë, me magji. Është një rigjallërim, është si punë e tokës. Toka që të rigjallërohet, pra kemi një tokë të lodhur. Nuk mjafton një ditë që i hodhëm ujin edhe pleun edhe çdo gjë përfundoi. Po duhet koha, duhet ushqimi, duhet balanca, duhet përkushtimi që ti do t'japësh. E njëjta gjë ndodh me lëkurën. Me kalimin e moshës ky pigmentim ka përshtuar, sepse trupi do lodhet më shumë. Melanina që është në mbrojtje do filloj të dobësoj sistemin ton imunitar se shpërndahet në mënyrë të gabuar. Dhe a mund të zhduken këto njollat vetëm me anë të kremrave? Jo, po me anë të ushqimit mund të përmirësojnë jashtëzakonisht shumë. Në disa raste zbehen deri në zhdukjen e tyre. Në disa raste mund të hiqen 100%, po jo vetëm nga ushqimi, nga vajrat esencial, nga ushqimi, nga aktiviteti, nga stabiliteti hormonal, inflamacioni në zorë, niveli i stresit, problemit e mëlçisë, të glisemisë e tjera. Tani nëse po të jetë njolla shumë e vjetër, po të ketë dëmtime të thella, është më e vështirë. Nëse ka shumë trajtime të mëparshme agresive në këto studiot e dermatologjisë, është më e vështirë. Në rast ndryshe rregullohet. Kush është ushqimi bazë? Ulja e inflamacionit dhe perimet jeshile. Konsumimi i brokolit, i rukulës, lulelakrës, lakrës, preshqit. Yndyrnat e mira si vaji i ullirit, avokados dhe i lirit. Proteina cilësore të cilët ne duhet konsumojmë dhe uljen e sheqerit. Dhe terapia me anë të mëlçisë që pihet çaji i ithrës, lule radhiqja, artiçoka, pihet ashwagandha, konsumohet aloe vera, çaj jeshil. Dhe shtohen nëse ke mundësi në aspektin suplementar për një kohë shumë të shkurtër, por nëpërmjet ushqimit, zink, vitamin D, B kompleks, omega 3 ose vaj peshku që është antiinflamator. Rritja e gjumit dhe fjeti i gjumit më shpejt, dhe që të bëjnë mbrojtjen e melaninës, që është mbroja inteligjente e lëkurës. Se ky është problemi kryesor. Nëse duam që ta rregullojmë, do të shtojmë nivelin e antioksidantëve. Sepse lëkura që ka krijuar pigmentim është oksiduar. Është si puna e një produkti që kemi oksidim. Atëre ai fillon dhe oksidohet. Atëre baza kryesore janë antioksidantët. Në rast se ne marrim nivele të larta të antioksidantëve, si vitamina C, vitamina E, apo ushqime nga boronica, nga shega, nga perimet jeshile, apo nga gjithë të elementet që ne tham, atëherë ne kemi marrë nivel apo zink dhe selen, edhe selen, nëpërmjet ushqimit, atëherë këto janë antioksidantë real, të cilat ndikojnë dhe janë si roje nate për të rregulluar dhe për ta stabilizuar. Problemi është parandalimi. Çfarë duhet të bëjmë? Në fillim fare në mëngjes kur dini në diell, duhet pini një lëng karote, e cila ka nivele të beta-karotenit dhe është një mbrojtje e rrezeve ultraviolet, afërsisht sa gjithë kremat që ju përdorni në 10 vite. Vetëm një gotë lëng, nëse pini një lëng karote. Dhe nëse ju do shoqëroni në fillim fare një lugë vaj ulliri në mëngjes, e cila ka yndyrna të mira, në rast se ju do konsumoni dhe një lugë aloe vera, nëse ju do konsumoni pak probiotik,
Edhe në qoftë se do pini edhe lëngun e karotës, ju keni bërë punën tuaj deri në mes të ditës me ushqimin për ta bërë këtë lëkurë. Kjo është një mbrojtje e cila rrallë mund të ndodhi diçka. Ka njerëz të cilët nuk përdorin kremra, mbase ju keni dëgjuar, unë kam dëgjuar 10 raste, nuk përdorin kremra dhe nuk kanë lëkurë me shenja. Pra fare krema kozmetik, sepse kremi ka dhe nivelet larta të ftalateve apo elementeve të kimik. Nga ana tjetër, gjatë ditës, duhet të konsumuar fara dhe ara. Sepse mungesë e vitaminës F, F1 dhe F2, mungesë e vitaminës E që merret nga farat dhe nga arat, duke u konsumuar në atë kohë, atëre do bëjmë që suportimi për lëkurën dhe rrezeve ditit shumë i mirë dhe pozitivitet edhe nga aspekti mendor dhe truri do të miqet. Pra ne vetëm do konsumojmë këto ushqime, po çfarë t'i vendosin fytyrës, se në rrjete çfarë nuk ekziston, çfarë nuk thuhet me trende, me kremra, Po të flasim ne për ushqimin një herë. Pra mos konsumojmë pijet energjike në mes të drekës, ne konsumojmë pije energjike dhe kafe, duhan dhe alkool kur jemi në plazh. Ne konsumojmë patatina, ne konsumojmë ushqime pa vlerë, konsumojmë bukë dhe nuk konsumojmë proteina cilësore. Duhet proteina cilësore në plazh. Pra këto duhen konsumuar që ti mos kesh probleme. Dhe jo vetëm në plazh, por në përditshmëri. Po as me përthitjen e vitaminës D, as me plakin e lëkurës, as me dëmtimin e lëkurës, as me kremin që mund të përdorësh në të ardhmen. Në qoftë se ti mendon që edhe pirja ujit mjaftueshëm. Uji i mjaftueshëm është një nga gjërat më të jashtëzakonshme. Pastron, po. Mundoni vini kapele, mundoni vini syze vetëm në kohën e diellës dhe syze s'bëjnë mirë, shmangni diellin e fortë në këtë rast, ulni nivelin e inflamacionit, sidomos sheqerit që ne tham, përdorni këto elemente dhe mos përdorni parfume në lëkurë, sepse këto do të bëjnë përkeqësojnë lëkurën, dëmtojnë mikrobiomën dhe do të sillin këto probleme. Në qoftë se doni një element të mirë vetëm për këtë, më e mira dhe më ushqyesja për këtë element, ndoshta edhe për tjerët, është pikërisht sperma e mashkullit, e cila mund të vendoset në fytyrën e një femne për shembull, them, se dikush tani ti ndoshta po çuditesh dhe po ngelesh pak çu. Jo, po ka bazë shkencore se kam lexuar si trend në rrjetet të ndryshme sociale, po sa e vërtetë. Po duam mund të bëni një temë, po si sa e vërtetë, unë t'ju shpjegoj në mënyrë të detajuar, po doni. Po kemi vetëm 1 minutë, çfarë përmban ky material? Të gjitha mineralet jetësore që ka një mashkull, nëse është ushqyer mirë dhe është mirë, atëre të gjitha materialet jetësore që ka ai të mineraleve i ndodhen pikërisht atje. Edhe është nga rigjeneruesit më të mirë dhe në historinë tonë njerëzore shumë femra e dinë këtë gjë, kështu që nuk ka nevojë ta them vetëm unë se e kam përdorur historikisht. Jo tani, po edhe kohë më parë e kam përdorur për të rregulluar të gjitha problemet e lëkurës. Pra nuk qen ka një mit, ka dhe baza shkencore përdorimi. Do bëjmë një temë kur doni unë që t'ju andaj saktë në të drejtë. Okej, në rregull. Është vërtet një rigjenerues i jashtëzakonshëm, nëse doni vetëm një rigjenerues, nëse doni pastaj një krem që do ta bëni në shtëpi tuaja, atëherë mund të përdorni dyllin e bletës të ndërtuar me livandon e freskët, me pak vaj kokosi dhe vaj ulliri, të cilët treten në banjomari, shtohet shumë pak. Ose do ta bëni me këtë dyllin e bletës, ose përndryshe do përdorni harova tani për ta përgatitur që të krijohet një lloj kremi. Jo vaj esencial, është një krem që edhe unë e kam pasur këtu afër vetes, po nuk po gjejmë dot tani. I harova dhe, më stavësit, më falësh, dhe përzierja me vitaminën E, që hidhet në fund fare, disa kapsula të vitaminës E, gjithsej për të përdorur në lëkurë për të rregulluar sidomos pas plazhit. Edhe përdorimi po ashtu edhe aloe verës të freskës përsëri pas plazhit. Po ashtu i lëngu të kastravecit me aloe vera të gëshetuar pas plazhit. Pas plazhit nëse keni mundësi, fruta me antioksidantë siç janë boronica, rrushi ose shega, nëse është e mundur. Dhe nëse është e mundur pas plazhit të drekës, të kemi një qetësi pak të 1 orë 30 minuta për gjumë. Kjo është një nga balancuesit më të mira të lëkurës, se do stabilizoj hormonet, do të rregullojë të elementet të tjerë. Qartë. Altin, shumë faleminderit për bisedën e sotme. Çaji i yeshil është shumë i mirë, mos harroni të çaji i yeshil. Çaji i icrës është shumë i mirë. Aloe vera, cerebela është një balancuese e jashtëzakonshme dhe kombinimi i çajit me melisës me kamomilin që mund të konsumohet nga dreka dhe gëshetimi, vaj ulliri, vaj liri, vaj rrushi. Të treja bashkë, të kombinuara bashkë dhe ujë me limon që mund të pihet sidomos mëngjeseve për ta modifikuar, ushqyer, balancuar edhe sistemin, edhe tonifikuar gjithë lëkurën dhe ndryshyra, lëkura ka filluar për të ndryshuar vetë. To punojnë, lëkura fillon ndryshon vetë gradualisht. Shumë faleminderit edhe një herë, të uroj ditë të mbar, faleminderit për këshillat dhe informacionet që përcjellëm sot për hiperpigmentim i njëllan kafe në fytyrë të gratë dhe vajzat, një problem estetik, por që mësuam që është së brendshëm, vjen goxha thellë nga disbalancat. Faleminderit për vëmendjen tuaj, shihemi nesër.